Në Gramsh janë shtuar rastet e virozave respiratore si pasojë e luhatjeve të temperaturave që kanë shoqëruar ditët e fundit. Për këtë arsye, mjekët apelojnë që qytetarët të tregojnë kujdes dhe të kryejnë vaksinimin kundër gripit sezonal, proces që ka nisur prej disa ditësh në qendrën shëndetësore të Gramshit. Drejtoresha e qendrës shpreh se vaksinimi po ecë me ritme të kënaqshme dhe se po jepet përparësi grupeve më të rrezikuara. Jemi në stinën e vjeshtës, në sezonin e virozave respiratore dhe vaksinimi ndaj influencës ka nisur me ritme të kënaqshme në qendrën tonë. Fillimisht është bërë vaksinimi gjithë stafit mjekësor, pastaj kemi filluar me popullatën, kryesisht me të sëmurët kronik, me ata që vuajnë nga sëmundjet më të shpeshta kardiake, respiratore, diabeti, gratë shtatzane, dhe ndërkohë kemi filluar edhe vaksinimin e mësuesve dhe policëve. Edhe shefi i Shëndetit Publik në Gramsh konfirmon se procesi po zhvillohet normalisht dhe interesi është i qëndrueshëm. Deri tani janë aplikuar gjithsej 2692 doza vaksine deri dje. Nga 3500 që kemi të rrequr nga Instituti i Shëndetit Publik, fushata vazhdon. Autoritetet shëndetësore nënvizojnë se vaksinimi është mënyra më e mirë për të parandaluar komplikacionet që mund të shkaktojë gripi sezonal, sidomos tek personat me sëmundje kronike dhe grupet e riskut.